Gazeta e njohur britanike Daily Mail ka thënë se zakonisht vlerësimet për ndeshjen e Anglisë në kualifikueset e botrorit dhe nuk mund të mungonin as notat për futbollistët e Shqipërisë në duelin që u mbyll me shifra 2-0 për Treluanët. Në vlerësimet e saj bie në sy se janë 5 futbollistë të cilët marrin notën 5 për paraqitjen e tyre në këtë duel: Strakosha, Balliu, Asani, Bajrami dhe Uzuni. Ndërkohë, Ajeti, Ali, Aslani, Ramadani, Laçi dhe Broja, i cili u fut si zëvendësues, merituan notën 6 sipas Daily Mail. Një futbollist kuqezi bënte diferencën nga të tjerat: kapiteni Berat Gjimshiti, i cili i kishte marrë notën e lartë 7, duke u vlerësuar për paraqitjen e tij në këtë sfidë. Sa i përket trajnerit, braziliani Silvinho është vlerësuar me notën 6 për ekipin që hoti në fushën e lojës në një ndeshje për t'u harruar në aspektin e rezultatit dhe lojës.